Disa fshatra të Bashkisë Maliqi janë përfshirë në një projekt energjetik i cili synon të zvendësojë shtyllat e vjetra dhe telat e amortizuar me shtylla betoni dhe rrjet elektrik me kabël ABC. Zona e Maliqit njihet për problematikën në furnizimin me energji elektrike për shkak të rrjetit amortizuar, ndërsa ky projekt i operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike synon të përmirësojë ndjeshëm furnizimin për banorët. Nga ky projekt janë 3 fshatra që përfitojnë, është Pirku, Zvirina dhe Shqitasi, që bën rreth 5000 banorë në njësinë administrative Pirk. Ky projekt është ishte shumë i domosdoshëm për njësinë dhe për këto fshatra që po flasim, sepse kishte një rrjet shumë të amortizuar. Në të gjithë Bashkinë e Maliqit do të jenë 17.000 banorë përfitues, por ka edhe familje të cilat nuk janë të përfshira në këtë projekt. I gjithë fshati na thanë që do përfshihet me kabull të mbuluar. Erdhën bëjnë punimet ata zotrinjtë, dejnë afër shtëpisë time edhe e lanë. Pra jeni disa familje që nuk jeni përfshirë? Po, nuk jemi përfshirë. Kërkojnë posibile, unë s'kam zvedot asë me korrent, asë lavatrice, asë gjatë me gjajezve. 20 vjetë po baj kërkojnë korrent, s'kemi korrent. Korrenti dobët, themi që do bëhen më mirë. I vetë të tëra në qarkullim për nga mungesa që ka patur përpara fshati. Aktualisht keni probleme me energjinë? Po. Jo priten, jo bashkohen telat, jo tëra. Dhe ky është investimi shumë i mirë. Projekti energjetik i operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike do të shtrihet edhe në fshatrat të Korçës, Devollit, Ersekës e Pustecit, ndërsa pritet të përfundojë brenda vitit.